Sot jemi rrugëve të një fshati të vogël, aty ku jeta duket e thjeshtë, por historia tregon një të vërtet të madhe. Fshatrat nuk prodhojnë vetëm punëtor të thjeshtë, por edhe mendje që ndryshojnë botën. Nga këtë ronjë ka dalë edhe Ferit Murat, fituesi i çmimit Nobel, si dëshmi se madhështia mund të lindë në çdo cep të heshtur të vendeve të vogla. Sot jemi rrugëve të fshatit Llakavic, rrugëve të fshatit të nobelistit të njohur Ferit Murati. Një fshat larg zhurmës së qytetit. Edhe pse kohët ndryshojnë, tradita vazhdon të mbetet ende gjallë. Si banorët vazhdojnë që ende të merren me bakti dhe butësi. Ky fshat me bukuritë e tij, siç e shihni edhe vetë, të jep një pamje që nuk paguhet lehtë. Fshati aktualisht me banorët është pak dobët, shkaku i migrimit masiv. Në fshat gjithashtu njerëzit merren me blegtori, bujqësi, janë aktiv në punët të bujqësisë. Shtëpi aktuale, do me thonë, shtash ka dikun rreth 330 shtëpi. Në shumë fshatra si ky, migrimi ka ndryshuar shumë gjëra në jetën e përditshme. Por e bukur e vend dhe qetësia mbeten aty. Kjo është pamja më e bukur e fshatit Llakavic, një fshat që të fal një qetësi larg zhurmës së qytetit, një fshat që vetëm natyra e saj të bën për vete. Me popullsi poshtë lartë, nuk e dimi numrin e saktë, tek 900 banor, por jo që jetojnë këtu, bëjmë fjalë në emigrim që ka janë ose që ka janë të shpërngulur në qytet. Për banorët e fshatit ka edhe një emër të veçantë, që ata ndihen krenar. Ferit Murati është krenaria jonë, krenaria e fshatit Llakavic. Me emrin e tij ne mburremi çdo herë, siç ju ceka edhe parës, e ka edhe shtëpinë ende që ekziston këtu në fshat. Ka qenë disa herë, ka vizituar fshatin. Ferit Murati na ka lënë si fshat një emër të mirë, një krenari ku përmendet emri i tij, ne e ndjejmë krenari atë. Dhe kështu mbetet ky fshat, mes maleve dhe kujtimeve të saj, e qetë, e thjeshtë dhe ende e gjallë në heshtjen e vet. Nga këtu, si që shihni, i përshëndes gjithë shokët, mërgjimtarët, bashkëfëtarët e mi, të cilët e kanë kaluar rinien, fëmijërien në këtë rrugë të fshatit Llakavic. Dhe kështu përfundon ky rrëfim nga Llakavica, një fshat i qetë, me njerëz mikpritës dhe një natyrë që mbetet e bukur në çdo stinë. Ky ishte Llakavica, fshati mes maleve,
në juglindje të qytetit të Gostivarit. Ato fusha, ku